Chuẩn bị. Trip. Changi. Taekwondo. Chuẩn bị. Sot do flasim për dy hapet kryesore që mësojmë në taekwondo. Hapi I gjatë dhe hapi I shkurtër. Ta nisim me hapin e gjatë. Hapi I gjatë në shqip ose ndryshe gunu sogi në koreançe. Gjerësia e këmbës nga këmba është sa shpatullat. Shpatullat janë njësia matëse në taekwondo, pasi secili ka shpatullat e veta dhe nuk është një gjerësi fikse që le të themi duhet jenë 20 ose 30 cm nga këmba në këmbë, por secili e bën matjen me shpatullat e veta. Unë I kam shpatullat kaq, dikush tjetër mund t'i ketë më të vogla, dikush mund të mëdhaja. Gjatësia nga këmba në këmbë është një herë shpatullat, 2 herë shpatullat. Pra jemi këtu dhe gjerësia një herë shpatullat, sa që e thamë. Do të thotë, sa që është gjerësia këtu, aq do jetë edhe këtu kur të hapet hapi. Pesha e trupit është 50% e këmba e parë dhe 50% e këmba mbrapa dhe trupi qëndron drejt. Nuk jemi këtu, as më shumë, por drejt. Ballor. Këmba e parë duhet të jetë pak e përkullur, pasi në qoftë se e mbaj drejt, artikulacionet janë shumë të dobta dhe mund ta na dëmtohet këmba. Pra do jemi këtu dhe këmba në këtë mënyrë mban një peshë shumë të madhe në qoftë se ne na godasim. Në qoftë se e mbaj drejt këmbën, vetëm 2 gishta mjaftojnë për ta thyer. Pra është e përkullur. Gjuri duhet të jetë në drejtim me themrën, që të bëhet një përkullje perfekte, ndërsa këmba mbrapa është drejt, komplet drejt. Nuk është këtu, pasi shiko syrin kostumin, por është drejt, komplet drejt, edhe trupi drejt. Ky është hapi I gjatë ose ndryshe gunu sogi. Kalojmë te hapi 2. Ninja sogi. Hapi I shkurtër. Gjerësia e këmbëve është 0. Pra nuk jemi këtu, por jemi në një V. Të dyja themrat janë të bashkuara dhe thjesht zgjatet këmba. Largësia nga këmba në këmbë është një herë shpatullat dhe gjysëm, një herë e gjysëm e shpatullave. Pesha e trupit është mbrapa 70%, pra jemi këtu, mbrapa, dhe para është 30%. Nuk jemi këtu, as në qendër, por jemi mbrapa. Këmba normal është e përthyer, pasi siç e thamë nëse është drejt, mund të thyet shumë kollaj. Dhe jemi këtu. Ninja sogi është hapi që përdoret më shumë në dy luftime. Pasi kam këmbën e parë, në këmbën të lehtë, mund të ngacmoj dhe në këmbën mbrapa mbaj peshën e trupit. Pra jemi këtu. Okej? Changi, taekwondo. Këta ishin pra dhe mësimi I ditës sotme, hapi I gjatë dhe hapi I shkurtër. Taekwondo.